Ndërkohë që më janë bashkuar anëtarët e skuadrave të tjera, ju kemi bërë bashkë tani performancat e skuadrës së Sidrit Belerit. I shohim bashkë. Make it rain now, Lord. Make it rain. Wow, i patë edhe njerë Jetonin, Gentin edhe Semin nga skuadra e Sidrit Belerit. Radhën për të bërë këtë eliminim e ka skuadra e Sidrit Belerit. Nëse më afroheni Semi, Genti, Jeton. Dy prej tyre vazhdojnë garën, njëri ose njëra kthehet në shtëpi. Dhe na sheh në gjysmë finale dhe në finale që andej, se unë jam i bindur që ju jeni bërë aq miq sa do shihni me tifozëri pastaj se kush ecën përpara dhe kush jo. Sidrit. Fakt kjo është ai momenti që s'duhet. Nëse duhet ta perifrazoja, e tha shumë bukur konkurrenti i agencit, ky është formati, tha. Para se e rëndësishme është të largohesh bukur, siç u largu dhe Stafuka. Ne jemi të hapur, ata mund të vinë kur të dojnë këtu, ashtu siç kanë ardhur dhe javë tjera të na ndjekin ata që kanë ikur, sepse ne tashmë kemi miq dhe në momentin që i thua dikujt ik, duket sikur i thon shokut tënd. Sepse unë mendoj që deri në fund ditëve tona ne do e ruajmë këtë miqësi. Është ky momenti që ta dini ju të tre të dashur që gjujt fillojnë sikur të dridhen pak edhe ne këtu që jemi trajnerëve tuaj. Dur të djersiten, po du të më mirë kuptoni. Këtë hall, me sa e kujtoj, kam pasur atë Voice 2-shi. Te Voice 3 e di Ledion ishte më mirë sepse iknin 2 direkt, dilte vetëm një në finale. I rikthehem sërish, ky është formati. Nuk du absolutisht të bëj asnjë vlerësim, sepse të tre jeni aty ku duhet të ishit realisht. E di shumë mirë që do më shajnë ata për cilin do largoj, këtë do që do largoja sërish. Publiku kështu e ka, tifozliku është tifozlik. Duke besuar në nuhatin që kam prej vitesh dhe duke pasur parasysh që profesionalisht mua më thot diçka më tepër, po jo detyrimisht është më larg se sa tjetri. Janë në rrymat e tyre shumë të përsosur, e them me bindje këtë. Me dhimbje, po me dhimbje të madhe, sonte do të marr me vete Semin edhe Gentin. Jetoni ndahet këtu nga The Voice of Albania. Semi, Genti, suksese. Çfarë ishte për ty The Voice? Për mua The Voice ka qenë një nga eksperiencat më të bukura. Dhe të falenderoj trajnerin Sidrit Belerin që më ka ndihmuar. Sikur e di që do të përfundonte siç përfundoi tani, a do riboje prap? Po, patjetër. Dhe po me të njëjtat këmbë. Falenderoj shumë. Jetoni zonja e zotrin, ndahet këtu me ne në The Voice. Automatikisht Genti dhe Semi janë në gjysmën finalen e Sidrit Belerit. Vendimi i tij i fundit sapo u mor.